Mori para për të mos shembur një ndërtim pa leje GKK shpallfajtor inspektorin e IKMT-s Elbasan. GKK ka shpallur fajtor dhe ka dënuar me 3 vite burg inspektorin e IMT Elbasan Andri Mehja, i cili kishte shpërdoruar detyrën duke marrë shfet për të mos shembur një ndërtim pa leje, por për shkak të gjykimit të shkurtuar dënimi i tij u konvertua në shërbim prove për 4 vite. Ndërkohë, GKK për personin që tentoi të korruptonte Mehjan, Gentian Bakon, ka caktuar një dënim prej 3 vitesh burg, e cila për shkak të gjykimit të shkurtuar ju konvertua në shërbim prove. Kështu, urdhërua pizullimi i ekzekutimit vendimit me burgim për të pandehurin Gentian Bako, duke e detyruar që të mbaj kontakte me zyrën vendore të shërbimit të provës Elbasan, vënia në prove të pandehurit për një periudhë kohe prej 4 vitesh, me kusht që gjatë kohës së provës të mos kryej vepër tjetër penale, GKK njofton. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka paraqitur pranë gjykatës kërkesën me objekt dënimi në gjyq të çështjes penale. Dërgimi në gjyq të çështjes penale që i përket procedimit numër 94 të vitit 2024 në kërkim të pandehurve Andri Mehja dhe Gentian Bako, të akuzuar për kryerjen e veprës penale, korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, kryer në bashkëpunim të parashikuar nga neni 259 paragrafi 2 dhe 25 të Kodit Penal.